Miq të Shjetos, përshëndetje. Ditën e sotme ka bërë bujë nëpër media ku vrasësi i gjyqtarit Astrid Kalaja ka dërguar një letër nga burgu, i cili me anë të letrës i shpreh ngushëllimet familjarëve të gjyqtarit, të ndjerit pra Kalaja, dhe bën apel që të gjithë shqiptarët mbar të mos heqin dorë nga e vërteta dhe këmbgul që t'i shkojnë të vërtetës mbrapa, por jo si rasti konkret i Elvis Shkambit, i cili mori një vendim ekstrem. I themi në një gjuhë popullore, po që ta din të gjithë, po ta majnë men. Ngërkova për kluf, po që ta palë. E di shumë palë, se këtë që nuk e thamë gjithë, se më o turpë. Palë është ajo e sharë, që Po e sharë që që qanë gurin. Matrapika, e këpto që... Në letrën e tij ai thotë: "Të nderuar qytetarë të Republikës së Shqipërisë, një muaj më parë, më datë 6/10/2025, mbar vendi u trondit nga një incident i rënd që ndodhi në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Si pasojë e atij incidenti, një person me funksion gjyqtar në atë gjykat fatkeqësisht humbi jetën rrugës për në spital, ndërsa dy të tjerë fatmirësisht shpëtuan me dëme të lehta. Gjatë kësaj periudhe unë nuk kam bërë ndonjë deklaratë publike dhe i kam kërkuar edhe familjarëve të mi që të mos bëjnë një gjë të tillë. Si dhe i kam sugjeruar mbrojtësit tim ligjor të tregohet sa më i rezervuar lidhur me këtë ngjarje në daljet e tij nëpër televizione në respekt të dhimbjes së familjes së të ndjerit. Sot, personalisht, po i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Kalaja, të afërme, miqve dhe kolegëve të ndjerit për humbjen e njeriu të tyre të dashur. Ndjej keqardhje shumë të madhe edhe për familjen time, të afërmit, miqt, kolegët dhe ish kolegët, të cilët me veprimet e tyre atë ditë fatkeqe i kam tronditur, mërzitur, padyshim edhe zhgënjyer. Ajo që ndodhi atë ditë ishte një reagim i palogjikshëm kundër një vendimi po aq të palogjikshëm. Do e them dhe do e përsëris sa të kem frym. Ai vendim ishte më shumë se sa skandaloz. Me vendimin paraardhës i cili la në fuqi më datë 6/10/2025 është synuar grabitja e titullit ekzekutiv, pra pavlefshmëria e tij, gjë e cila nuk mund të lëshohet në asnjë situatë nga personi i tretë, siç ishte rasti i kundërshtarëve tanë në gjyq. Nëse vendimi i shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër ishte një produkt edhe i paditurisë, vendimi i datës 6/10/2025 për të lënë në fuqi nuk kishte nga paditëria, por indikuar nga faktorë të tjerë. Prej 13 vitesh, xhaxha im, Gjon Shkambi, ishte kthyer në një eksperiment njerëzor nga sistemi gjyqësor në Shqipëri. Në një kohë kur unë mundohesha të jepja fund këtij eksperimenti, gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë vendosi vazhdimin e këtij eksperimenti. Ai vendim gjykate bie haptazi ndesh me kodin civil të Republikës së Shqipërisë, kodin e procedurës penale, vendimet unifikuese të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë dhe kolegjit civil, vendimin e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Çdo jurist që ka një nivel optimal integriteti moral e profesional mund t'ua konfirmoj këtë gjë të tillë edhe juve. Ky nivel i padrejtësisë e justifikon aktin tim? Jo, nuk e justifikon. Të kundërshtosh një padrejtësi ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, përveç se është moralisht e drejtë, është diçka shumë burrërore dhe fisnike. Por jo çdo mënyrë reagimi ndaj të tjerëve është e duhura apo justifikohet. E kështu, atë ditë, duke qenë i vetëdijshëm që kam kryer një krim, kam pritur në oborrin e gjykatës derisa mbritën organe ligjvënëse, të cilave u jam dorëzuar për t'i dhënë shtetit llogari për shkeljet e kryera. Me lejoni të ndaj me ju një varg të një poezie të cilën e kam shkruar këtu, në institucionin e ekzekutimit të vendimeve Jordan Misja. Dhe kur në Olimpin e të padrejtëve mbjell frikë, ata bëjnë një tjetër komplot djallëzor. Me gënjeshtra, shpifje dhe çdo intrig që përpara botës të dalësh ti fajtor. Jam mëse i sigur se e mira qytetarë të këtij vendi kanë qenë subjekte padrejtësie ekstreme në gjykata, sidomos në procese civile, prandaj dhe po ju shkruaj që të mos hiqni kurrë dorë nga e drejta juaj dhe të mbroni interesat tuaja të ligjshme, por bëjeni këtë gjë në formën e duhur,
duke mos kaluar vijën e kuqe, sepse nga viktim do të ktheheni në agresor, e pastaj përpara botës do të dilni ju fajtor. Në Shqipëri ka plot magjistrat të aftë, të ndershëm, por nuk kanë fe e atë dhe as pik morali njerëzor. Këto specie mizore e përdorin çekiçin e drejtësisë për t'i thyer kokën të drejtit dhe e kanë kthyer peshorën e drejtësisë në një gjë thuajse absurde e cila vetëm shihet, as nuk preket, as nuk dihet. Në mbyllje dua t'u them atyre që prej datës 6/10/2025 më kanë sulmuar dhe etiketuar me lloj epitetesh pa më njohur kurrë më parë, uroj që realisht të bindin veten e tyre që unë jam e keqja më e madhe e këtij vendi. Dhe duke ditur që kjo e keqja e madhe e këtij vendi është pas hekurave, shpirti i tyre të gjej qetësinë e munguar. Personave të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë ju them që më vjen keq, sidomos për ata që më kanë njohur nga afër, sepse kam parë trishtim në sytë e tyre. Por shpresoj që të më mbajnë mend për atë që isha para datës 6/10/2025. Gjithashtu po u drejtohem sërish familjarëve të ndjerit. Paralelisht me urrëtinë që kultivoni ndaj meje, kërkoni të vërtetën. Ata që shtyn babain tuaj të merrte vendimin totalisht të padrejtë, janë po aq fajtor sa unë që ai nuk është pranë jush sot. Unë kam shumë për të treguar dhe do të tregoj kur të jetë momenti. Unë dhe shteti shqiptar e njohim mirë njëri tjetrin dhe jam besim plot që do i japim llogari njëri tjetrit për padrejtësitë që i bëm njëri tjetrit. Zoti i bekoft dhe i nderoft të gjithë qytetarët e ndershëm të Republikës së Shqipërisë. Elvis Shkambi. U vraj ai shkodrani, ai gjyqtari, më ka ardhur keq për te. Më ka ardhur keq për te, sepse aty nuk ku ka pas harta atëherë në kohën atyre që kërkojnë harta sot, atëherë nuk ka pas inxhinier. Nuk ka pas inxhinier topograf. Kur as Tiranë, as Shkodër, as në gjithë Republikën. Ku ka pas? Ku është inxhinier? Ty të vjen keq për gjyqtarin apo për ata që Më vjen keq për gjithë. Nuk duhet vjen se më vjen keq se unë, më vjen keq se jam njeri. Jo, mu mos llogarit se s'kam se vish keq për mua. Po. Pse s'u vrasin juve? Ju me drejt, pse s'u vrasin ju? Ju nuk keni punë. Ata se di. Pra, që ju e keni jetën e gjatë, se ju tregoni atë realitetin, çfarë thotë unë? Po për realiteti është që para 2-3 javësh u vra gjyqtari, tani u vra u ndodhi përplasje me kamarierin, pse s'bëre kapu. Pse shqiptarët janë kaq gjak në tet? Çfarë na karakterizon? Por kanë njerëz pa punë, më burr.